Përkundër të gjitha masave që i kemi ndërmarrë deri më tani, si patrollimet me automjete civile, pikat e kontrollit, ngritja e task force-ave, gjitha këtyre, është edhe një metodë e re, metoda me dron, që ka për qëllim zvoglimin e numrit të aksidenteve të trafikut, që atyre me dome, ashtu edhe me lëndime. Me aplikimin e kësaj metode të tretë punës të Policisë në Kosovës, vrejet një rënje e numrit të aksidenteve, si edhe vrejet në sensibilizimi i opinionit.